Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini një gotë nga kjo në mëngjes esëll dhe ajo çfarë i ndodh trupit tuaj do ju lër pa fjalë. Mjalti, ky eliksir i gjatësisë, është përdorur prej shekuj në të mirë të shëndetit të njeriut. Ai është i pasur me antioksidant, enzima dhe sheqerna natyral. Mjalti rekomandohet kundër inflamacionit dhe arrin që të parandaloj disa çrregullime të ndryshme shëndetësore. Fal këtij produkti të pasur, mjalti mbetet një nga përbërësit kyç të kurave popullore dhe produkteve kozmetike natyrale. Ndikimi i mjaltit në organizëm është edhe më i thellë kur ai kombinohet së bashku me ujin. Kjo kurë thjesht ndiqet me përpikmëri nga miliona njerëz në botë. Në këtë video, ju do të mësoni të gjitha përfitimet që ju do të merrni në qoftë se pini një gotë ujë me mjalt çdo ditë. Tretje më e mirë. Enzimat të cilat gjenden tek mjalti përmirësojnë të gjitha funksionet e mëlçisë dhe gjithashtu ofrojnë një tretje më të mirë të ushqimit. Ngrënia e mjaltit e mbron florën bakteriale dhe lehtëson përthithjen e ushqyesve gjatë vakteve. Ndërkohë, sikur të mos mjaftonte kjo, uji me mjalt ka një efekt laksativ i cili gjithashtu rregullon lëvizjen e zorrëve dhe parandalon konstipacionin. Humbje në peshë. Mira njerëz pin ujë me mjalt çdo mëngjes dhe kjo më pas i ndihmon ata që të humbasin në peshë. Ndërkohë, mjalti përmban sheqerna natyral të cilët ofrojnë një energji të shëndetshme e cila pakson nepsin dhe njëkohësisht rrit ndjekjen e kalorive në trup. Imunitet më të fortë. Sistemi juaj imunitar ka një përfitim të menjëhershëm që vjen nga uji i ngrohtë me mjalt. Kjo kurë përmban enzima, vitamina dhe gjithashtu minerale, të cilat e forcojnë imunitetin dhe e mbrojnë atë nga të gjithë patogjenët e dëmshëm. Sipas ekspertëve, vetit antibakteriale të mjaltit i shkatërrojnë të gjitha mikroorganizmat të cilat mund të rezistojnë edhe antibiotikëve më të fortë. Më pak alergji. Mjalti pakson ndjeshmërinë ndaj polenit dhe nxitësve mjedisor të alergjive. Ai lehtëson largimin e sekrecioneve dhe njëkohësisht pastron rrugët e frymëmarrjes. Më shumë energji. Sheqernat të cilat gjenden pikërisht tek mjalti në vend të kafes së mëngjesit do t'ju bëjnë të ndiheni më energjik dhe plot gjallëri në qoftë se ju do ta kombinoni mjaltin me një gotë ujë. Ndërkohë, të mirat e mjaltit nuk përfundojnë këtu, mund ta përdorni atë edhe kundër kollës. Uji i ngrohtë me mjalt është një tonik i vërtet natyral i cili lubrifikon rrugët e thata të frymëmarrjes dhe gjithashtu ndihmon në nxjerrjen e sekrecioneve. Kjo kurë nga ana tjetër përmirëson shëndetin e mushkrive dhe parandalon kollën e shpeshtë e cila irriton fytin. Një organizëm i pastër. Në qoftë se ju shtoni pak lëng limoni në ujin e ngrohtë me mjalt, ju do të përfitoni një pije me efekt detoksifikues dhe përmirësues të tretjes. Pija largon toksinat e akumuluara në gjak, mëlçi dhe në zorrën e trashë. Limoni gjithashtu përmban acid citrik i cili maksimizon të gjitha funksionet e enzimave të mjaltit, përmirëson tretjen dhe pastron organizmin. Kolesteroli do të jetë nën kontroll. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se ata persona të cilët e shfrytëzojnë këtë pije një herë në ditë do të vërejnë një ulje me të paktën 10% të niveleve të kolesterolit në organizmin e tyre. Sipas ekspertëve, kjo pije në një periudhë afatgjatë nënkupton që ju do të keni më pak gjasa për sëmundje kardiovaskulare.
Kombinimi i ujit të ngrohtë së bashku me një lugë mjalt bën të mundur pastrimin e arterieve tuaja dhe njëkohësisht bën të mundur që gjaku juaj të rrjedhë lirshëm nëpër vena. Kolesteroli gjithashtu do të jetë nën kontroll dhe në nivele të ulta. Kombinimi i ujit të ngrohtë me mjaltin është një kurë vërtet fantastike për pastrimin e traktit urinar dhe për pastrimin e infeksioneve urinare. Përgatitja e ujit të ngrohtë me mjalt. Uji me mjalt e përmirëson mirëqenien tuaj për sa kohë që ju e konsumoni rregullisht. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë çaji me mjalt, një filxhan me ujë të ngrohtë. Përgatitja: treteni mjaltin në një gotë me ujë të ngrohtë dhe pijeni atë me stomakun bosh. Ndërkohë, përsëriteni këtë proces të paktën 3 herë në javë për të korrur të gjitha përfitimet. Pastron fytyrën tuaj. Ky produkt e ushqen lëkurën duke e lënë atë të butë dhe njëkohësisht të mëndafsht. Kjo është një kozmetike shkëlqyer natyrale me mjalt, më e vjetra dhe më moderne në të njëjtën kohë. Lehtëson dhimbjet e fytit dhe alergjitë. Duke përdorur mjalt të vendas, ju do ta përshtatni trupin tuaj me polenin i cili gjendet në klimën tuaj. Nga ana tjetër, kjo ndihmon edhe në uljen e ndjeshmërisë tuaj ndaj alergjive mjedisore. Uji i nxehtë nuk është i një rëndësie vendimtare, por është shumë i rëndësishëm për hidratim. Përmirëson imunitetin. Mjalti është një agent natyral fantastik që eliminon bakteret. Është plot me enzima, vitamina dhe minerale të cilat janë në vije në parë në luftën kundër baktereve. Në kombinimin me ujin e ngrohtë, vetitë e përmendura do të përmirësohen tej mase. Gjithashtu do të përmirësoj tretjen. Një gotë me ujë të vakët e kombinuar me një lugë çaji mjalt në mëngjes me stomakun bosh ju ndihmon ju që të rregulloni tretjen. Vetitë antiseptike të mjaltit gjithashtu ndihmojnë në lehtësimin e acidit në stomak duke rritur prodhimin e mukusit të zorrëve. Pija është përgjegjëse edhe për hidratimin e zorrës së trashë. Të gjitha këto rregullojnë tretjen dhe parandalojnë kapsllokun. Shkrirja e depozitave dhjamore. Uji me mjalt mundet që t'ju ndihmojë të eliminoni kilogramët e tepërt. Sheqeri, të cili gjendet tek mjalti, është në origjinë natyrale dhe është një burim i shëndetshëm i kalorive. Jo vetëm kaq, por edhe ju ndihmon të mos t'i dorëzoheni tundimit kur bëhet fjalë për pije të tjera me sheqer. Pijet e gazuara dhe të tjera të ëmbla janë plot me kalori boshe dhe duke eliminuar marrjen e tyre, ju eliminoni më shpejt depozitat e yndyrës. Nuk do të ndodhë brenda natës, por është mirë për ju në planin afatgjat. Gjithashtu mjalti lehtëson dhimbjet e fytit dhe kollën. Uji me mjalt mundet ju ndihmojë edhe në lehtësimin e dhimbjes dhe të acarimit të fytit, si edhe në reduktimin e kollitjes. Është i mirë dhe njëkohësisht mjaft efektiv, më shumë se tabletat dhe njëkohësisht duhet të dini se nuk ka as edhe një efekt ansor. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.